الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mirë se po takojmë edhe në këto mësime të radhës, prej mësimeve të Ramazanit, prej mësimeve të bekuara, që shpresojmë te Allah subhanahu wa taala që të na bëjë dobi me to. Natyrisht temat gjatë këtij muaji do të sillen sigurisht prej mësimeve rreth agjerimit. Duke pas parasysh se plotësisht me të drejtë mund të quhet agjerimi apo Ramazani si një shkollë në vete, e cila jep edukim besimtarit në të gjitha aspektet. Javën e kaluar ne folëm për mësimin që nxirr nga agjerimi, urtësia pse agjerimi është bë obligim, ajo është arritja e takwas te Allahu subhanahu wa taala. Dhe arritja e takwas është diçka kulminante për besimtarin, për faktin se Allahu subhanahu wa taala xhenetin e ka quajtur vend banim i atyre që janë të devotshëm edhe kanë takwa. Wala ni'ma darul muttaqin. Allah ka thonë dhe sa vend banimi i mirë është banimi e atyre të cilët janë të devotshëm. Dhe agjerimi është çështja kryesore i cilin na shtron rrugën për me arrit deri te devotshmëria. Na tregon rrugën për me arrit deri te devotshmëria, dhe agjerimi është prej ibadeteve i cili më së shumti na shton devotshmërinë te Allahu subhanahu wa taala. Kurse sot kemi përzgjedhur që të flasim rreth një aspekti tjetër të agjerimit, sikurse ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Man sa'ama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Kushdo që agjeron Ramazanin me besim se Allahu ja ka bërë obligim dhe duke llogarit në shpërbimin e Allahut, janë falur gjunahet e kaluara. Pra, pikërisht tema jonë sot është rreth llogaritjes në shpërbimin e Allahut. Që besimtari çdo gjë që e bën duhet ta ketë në vëmendje të llogaris se në ato Allahu do ta shpërblej. Natyrisht që llogaritja në shpërbimin e Allahut gjatë agjerimit nuk është kusht. Dikush mundet me agjeru pse e ka farz, mirë po nuk llogarit shumë në shpërbim ose nuk e ka vëmendjen. Nganjëherë lodhet, nganjëherë ignoranca, padituria, e kështu me radhë, dhe ai gjatë ditës mërzitet, lodhet me agjerimin, i duket e mendimshëm, mendzishpret me ardh me përfundu agjerimin, mirë po ai e din se ka obligim. Por këto lodhje, kjo jo vëmendje bën që ai mos me llogarit shumë në shpërbimin e Allahut. Ky shpërblehet para agjerimin. Mirë po, arrin atë shpërbimin e plot të agjerimit që t'i falen gjunahet e kaluara? Jo. Sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam llogaritjen në shpërbimin për agjerimin nuk e ka bëu kusht të agjerimit, por e ka bëu kusht që ai agjerim të jetë sebeb me u fal gjunahet. Ka thonë kush agjeron Ramazanin me iman dhe me llogaritje në shpërbimin e Allahut, i janë fal gjunahet e kaluara. Pra dikush agjeron, shpërblehet, mirë po nëse nuk ka llogarit shumë shpërbim, nuk i falen gjunahet. Pra agjerimi i tij nuk është kulminant, nuk i ka arrit kulminacionin që me agjerim jo vetëm shpërblehet për agjerimin, por edhe t'i falen mëkatet, pse nuk i ka pas këtë kushtin, pra nuk ka llogarit në shpërblim. Por pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka përmend këtë që të llogaritet në shpërbimin e Allahut gjatë agjerimit në 3 pikpamje. Kanë ardhur 3 hadithe. Hadithi i parë pra thotë që përmendëm kush agjeron Ramazanin me iman edhe me llogaritje në shpërbimin e Allahut, janë fal gjunahet e kaluara. Hadithi i dytë thotë men qama Ramadana imanan wa ihtisaban. Ai që falet bën domethënë namazin e taravive gjatë Ramazanit, duke pas besim, iman, edhe duke llogarit në shpërbimin e Allahut, janë fal gjunahet e kaluara. Dikush edhe në këtë aspekt mundet me fal namazin e taravive
si sunet, mirë po i mungon ajo vëmendja që të llogarisë që në çdo recat, në çdo veprim, në çdo dhikr që e bën namazin e taravive që Allahu ta shpërblej, atëherë nëse ka arrit këtë formë, namazi i taravive bëhet sebeb që t'i falen gjunahet e kaluara. Po pastaj pikërisht për agjerimin, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prapë ka përmend faktin që besimtarit duhet me llogarit në shpërblim. Për ditën Arafatit, kur është pyet o i dërguari i Allahut se çfarë vlere ka agjerimi i ditës Arafatit, ka thonë llogaris te Allahu që të më fshihen gjunahet e vitit kaluar edhe vitit që vjen. Ka thonë llogaris. Edhe këtu besimtari agjerimin e ditës Arafatit duhet me bëm agjerimin me llogaritje që Allahu do t'ja fal edhe do t'a shpërblet duke ja fal mëkatet e kaluara edhe vitet që vjen. Dhe më thënë, llogaritja në shpërblimin e Allahut nën kupton qartë që ai besimtar po kërkon shpërblim prej Allahut. Agjeruesi, pikërisht ose edhe vepra tjera kur i bën besimtari, kur llogarit në shpërblimin e Allahut, ai kërkon një farë forme polit, po bën dua që Allahu më shpërbli. Prandaj ka ardhur hadithi i pejgamberit, ka thonë ad-du'a huwa al-ibada. Ka thonë duaja është vetë ibadeti. Me një fjalë, të gjitha ibadetet janë dua. Pra duaja është dy formash. Është duaja që bëhet konkretisht me shprehje, duke lutur Allahun, dhe duaja bëhet në formën e dytë, duke kryer ibadetet. E pse ajo është dua? Për arsye se ato ibadete i bën duke kërkuar që Allahu më shpërbly. Pra me ibadetin e tij po lyp diçka te Allahu. Me namazin e tij lyp te Allahu, lyp te Allahu më fal, lyp te Allahu më shpërbly. Me agjerimin e tij lyp te Allahu më shpërbly. Me sadakën, me zakatin, ai i bën ato duke lyp për Allahut që ta shpërblej. Pra ato dua. Aspekte se si dhe më thonë krahasohet llogaritja në shpërblimin e Allahut subhanahu wa taala, megjithse Allahu azza wa jall nuk krahasohet me asgjë, atij përket shembulli më i lartë, Allahu subhanahu wa taala i pastër nga tëmetat nuk krahasohet me asgjë. Mirë po në aspektet material, nëse shohim dikush kur llogarit në pasurinë e tij, pra ka dikush prej një pjesë të pasurisë ja kanë tjerë borxh. Mirë po nëse janë persona të cilët janë të besueshëm, dhe janë persona të pasur prej të cilëve ky pret mja kthy borxhet, atëherë ai ato llogarit pasuritë vetë. Thotë kam pasuri, një pjesë të pasurisë e kam të tjerët. Mirë po ai llogarit se është pasuria e tij. Kurse në një aspekt tjetër, nëse ka të bëjë me një person i cili nuk është i pasur ose nuk është i besueshëm, edhe i ka borxh këtij, nuk llogarit shumë në pasurinë e tij që ka ai person. Nuk llogarit sepse e din se nuk është Zoti më jap. Mirë po atëherë si është puna kur besimtari llogarit në shpërblimin e krijuesit. Se si është aspekti i besimit kur besimtari llogarit te Allahu subhanahu wa taala, Allahu azza wa jall sado që ai jo jap robët e tij, ai kur nuk angzon te Allahu subhanahu wa taala, Allahu azza wa jall nuk ja angzon asgjë që ai posedon, çfarë do që t'ju jap të gjithë krijesave të tij, sikur se ka thënë në hadithin kudsi. Sa i përket kategorive që besimtari llogarit në shpërblimin e Allahut, ajo mund të qenë në disa kategori. Nëpërmjet të cilave besimtari llogarit që Allahu do ta shpërblej. Natyrisht e para është çështja e veprimit të obligimeve, kryesve të farzave, veprave të mira që Allahu na ka bërë obligim. Në çdo vepër besimtari duhet me llogarit në shpërblimin e Allahut. Çdo vepër të mirë që ai ka obligim. Sikurse që është namazi, sikurse që është agjerimi, zakati e gjitha veprat e tjera. Natyrisht që kjo ja shton shpërblimin në dy fish. Dietarët kanë thonë, nëse besimtari gjatë veprave të mira, sidomos gjatë veprave obligative, llogarit në shpërblimin e Allahut, atëherë shpërblimin e ka dy fish. Shpërblimin e parë e ka pse e ka kryer atë obligim që e ka pas detyrë, dhe shpërblimin e dytë e ka pse ka llogarit në shpërblimin e Allahut.
Allahu Azza wa Jall ty të shpërblen vetëm pse ti po llogarit që ai ka më të shpërbli. Atëherë me të vërtetë tregon se sa bujar është Allahu subhanahu wa taala dhe sa i mëshirshëm është Allahu që ai ta shpërblej robën e tij vetëm për faktin pse ai po llogarit që ky ka më shpërbli. E ku është pastaj që Allah do ta shpërblej edhe për veprën që e ka kryer. Ka ardhur hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të shumta në këtë aspekt. Një prej haditheve është kur ka thonë ai i cili ja fal xhenazën një muslimani edhe merr pjesë derisa ai të varroset duke llogarit në shpërblimin e Allahut, atëherë thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ai do t'i fitojë 2 shpërblime sa kodra e Uhudit. Do t'i fitojë 2 shpërblime sa kodra e Uhudit. Ai i cili pra ja ka fal namazin një muslimani, ja ka fal namazin e xhenazës dhe ka marrë pjesë në varrimin e tij duke llogarit në shpërblimin e Allahut. Dhe kjo është një aspekt që duhet me pas parasysh, edhe gjatë varrimit, edhe gjatë faljes së namazit të xhenazës, që besimtari mos më bë këtë detyrë por asgjë tjetër, vetëm duke llogarit në shpërblimin e Allahut. Dhe me të vërtetë, me thonë, shumë janë ata të cilët marrin pjesë në varrime ose marrin pjesë në namazin e xhenazës, mirë po thonë valla kam pas kushi, valla kam të afër, valla s'bën pa shku, valla arsye të ndryshme, të cilat nuk janë arsye shariatike. Sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thonë ai që shkon në ja fal namazin dhe merr pjesë në varrim duke llogarit në shpërblimin e Allahut. Pra duhet me shku në varrim vetëm me aspektin duke llogarit që Allahu do të shpërblej. Jo me të pa familja e tij, jo pse ke pas të afërm ose kështu, mirë po vetëm për hir të Allahut subhanahu wa taala. Pra aspekti i parë është kur besimtari duhet me llogarit në shpërblimin e Allahut, ai llogarit në të gjitha veprat e mira që i kryen. Qofshin ato të detyruara ose qofshin ato që janë jo të detyruara vullnetare, siç janë nafilet. Mirë po në këtë rast duhet të përmendim edhe një sqarim. Sa i përket për shembull abdesit, që është një prej detyrave edhe është kusht prej kushteve për ta falë namazin. Në çështjen e abdesit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë ai që merr abdes ashtu si duhet. Atëherë ka thënë në çdo pikë të ujit që pikon nga fytyra e tij bin gjunahet. Në çdo pikë të ujit që pik kur ti lan duart e tij, atëherë në ato pika i bin gjunahet e tij. Nëse abdesin e merr thjesht vetëm për ta falë namazin, atëherë në me të vërtetë ka shpërblim dhe kjo është rregull. Mirë po nëse llogarit që në abdesin e tij edhe ti falë gjunahet, atëherë me të vërtetë këtu ka arrit shpërblimin e plot. Edhe këtë do me pas parasysh pra, që Allah subhanahu wa taala nuk e ka bërë agjërimin vetëm kusht për ta falë namazin, mirë po e ka bërë edhe sebeb që besimtarit t'i falë gjunahet. Besimtari pra gjatë abdesit të tij duhet të llogaris edhe këtë që Allah subhanahu wa taala do ta shpërblej edhe do t'ia falë gjunahet në çdo pikë të ujit të abdesit. Aspekti i dytë kur besimtari duhet të llogaris në shpërblimin e Allahut është praktikja e veprave të këqija. Nëse arrin që gjatë praktikës gjunaheve ta ketë niyetin e sinqert dhe ata ta bëj vetëm për hir të Allahut, atëherë me të vërtetë Allahu subhanahu wa taala do ta shpërblej edhe për atë. Argumentet për këtë janë të shumta. Është fakti me të vërtetë hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në të cilin transmetohet kur 3 persona të cilët janë unë në shpellë edhe nuk kanë pas mundësi me dalë prej shpellës, atëherë kanë filluar çdo njëri prej tyre që ta lutë Allahun që për hir të veprave të kaluara që i kanë bërë, Allahu subhanahu wa taala t'u hap erën e shpellës edhe të shpëtojnë. Njëri prej tyre thot
kam pas një situatë në të kaluarën ku thot kam pas dëshirë që të bine amoralitet, që të bine në zina. Mirë po ka thonë, kur jam afru zinas, e kam braktis edhe jam larguar. Edhe thot nëse me të vërtetë, o Allah, këtë vepër të keqe, e kam braktis vetëm për hir të andin, atër thot ma mundëso që të dalim për i këti vendi. Edhe Allah subhanahu wa ta'ala u largon në ato. Këto e shofim se personi i cili e ka braktis moralitetin, e ka braktis zinan, dhe atë e ka bo vetëm për hir të Allahut, Allahu e ka shpërbli. Pra këto e shofim se braktisja e të këqijave duhet të jetë me të vërtetë vetëm për hir të Allahut, në mënyrë që besimtari të arrijë shpërblimin e plotë. Dhe ka një hadith tjetër që është hadith kutsi, ku Allahu subhanahu wa ta'ala thot, pra ju drejtohet me lajkev, nëse thot robi im, e bën një vepër të keqe, atër thot mos ja shkruani. Ose në një kuptim tjetër thot, nëse robi im e ka në vëmendje, që të bën një vepër të keqe, atër thot mos ja shkruani, deri sa ta veproj. Nëse e vepron, atër shkruani vetëm një të keqe. Mirë po thot nëse e braktis, nëse ka në vëmendje që ta bëj një të keqe, mirë po e ndryshon në vendimin. Edhe thot për hir të Allahut nuk po e bëj. Atër Allahu subhanahu wa ta'ala thot shkruani një sevap, se me të vërtet aje ka braktis atë për hir timin. Pra këto e shofim se besimtari nëse në isha në mendje që të bëjnë një vepër të keqe, mirë po pendohet, edhe ndryshon mendimin, edhe thot për hir të Allah du me braktis, edhe i kujtohet ose e këshin dikush, ose vjen një sebeb prej sebepeve që i ndryshon mendimin, atër thot me të vërtet do të braktis për hir të Allah, se Allah më sheh. Atër në këtë rast do të ketë një shpërblim, sepse ka braktis një të keqen duke llogarit në shpërblimin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Aspekti i tretë në të cilën besimtari shpreson në shpërblimin e Allahut është në aspektin e sprovave. Kur ka vështirësi, kur ka sprova, edhe në këtë situatë duhet të llogaris në shpërblimin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Natyrisht që edhe në këtë kemi argumente të shumta, mjafton të cekim një hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku u transmetohet se një prej vajzave të pejgamberit alaihi salatu wasallam e ka pas foshnjën e saj të smut. Edhe foshnja e saj ka ndroi jetë. Atëherë e ka dërgu dikon sepse pejgamberi alaihi salatu wasallam nuk ka qenë prezent aty. Edhe ka dërgu dikon ka thonë shko thuj pejgamberit alaihi salatu wasalam se fëmija ndroi jetë. Atëherë në atë situatë pejgamberi alaihi salatu wasalam dëgjon, edhe i thot atij personit shko te qika ime, edhe thuaj që të bëj durim, edhe të shpresoj në shpërblimin e Allahut subhanahu wa ta'ala, se me të vërtetë Allahu është çdo gjë që ai jep, edhe çdo gjë që ai e merr. Këto e shofim se pejgamberi alaihi salatu wasalam e kishte dhënë vajzën e tij, edhe i thot në të llogaris në shpërblimin e Allahut. Dhe besimtari nëse dëshiron që t'i përballojë të gjitha provat që i ka, atëherë duhet të llogarisë vazhdimisht që Allahu subhanahu wa ta'ala ja ka caktuar ato, edhe duhet të llogarisë që Allahu do ta shpërblej. Dhe më thonë, vetëm në këtë situatë besimtari duhet i të kaloj provat që i ka, edhe sprovat janë të patjetër që do të ndodhin. Nuk ka mundësi askush që t'ju shpëtoj atyre. Mirë po çështja e besimtarit dallon prej të gjithë të tjerëve, sepse ai shpërblehet edhe në situata të vështira, ai shpërblehet edhe në sprova. Për këtë arsye pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thonë është e çuditshme çështja e besimtarit, sepse krejt situatat e tij është hajër. Pavarësisht sa është situatë që është në vështirësi,
apo është situatë që ajo është në mërqenje. Dhe më thonë, e gjitha është khajr. Pse? Sepse thotë nëse është situatë të mirë, ai tregohet falendërues ndaj Allahut subhanahu wa taala, edhe Allahu është problem. Edhe nëse është në vështirësi, ai tregohet durimtar, edhe llogarit në shpërblimin e Allahut subhanahu wa taala dhe prapë është mirë për ta. Dhe aspekti i katërt, edhe me këtë do ta përfundojmë, se si besimtari duhet të llogarisë në shpërblimin e Allahut, është në situata të zakonshme, në vepra të zakonshme, të cilat e ka zakon që t'i bëjë çdo person. Mirë, por nëse besimtari llogarit në shpërblimin e Allahut, atëherë me të vërtetë edhe ato i konsiderohen vepra të mira, edhe ato i konsiderohen prej shpërblimeve që Allahu subhanahu wa taala i ka premtuar dhe do t'ia jap. Sikurse është rasti në hadithin e pejgamberit alayhi salatu wasalam thotë çdo furnizim që besimtari dërgon në familjen e tij, duke llogarit në shpërblimin e Allahut, atëherë thotë të gjitha ato do të llogariten sadak. Pra e shohim këtu se personi është e zakonshme që të furnizojë familjen e tij. Edhe është e zakonshme që të punojë për furnizimin e familjes. Mirë po, nëse ai këtë bën duke llogarit në shpërblimin e Allahut, atëherë të gjitha ato do të llogariten sadak. Dhe këtu e shohim se për shkak të një jete të sinqertë, për shkak të kësaj pikpamje që na mëson agjerimi, që besimtari duhet të mësohet që të llogarisë në shpërblimin e Allahut, e shohim se edhe ato veprat më të zakonshme, Allahu subhanahu wa taala ja shndron në sadak, edhe ja shndron në ibadet. Aspekti tjetër në këtë kanë transmetime prej selefëve, prej sahabëve radhiyallahu anhum, të cilët kanë llogaritur, kanë thonë edhe na gjatë gjumit që e bëjmë në llogarismë që Allahu na shpërblej, sikurse veprat që i bëjmë kur jemi gjatë ditës. Mirë po, në këtë besimtari e shohim se gjatë gjumit të tij, para se me flajt, duhet të llogarisë që Allahu do ta shpërblej për atë, nëse ai e bën me niyetin që do të flajë për të pushuar që nesër të bëjë ibadet, për të pushuar që të falë namazin e natës, për të pushuar që të falë namazin e sabahut, ose për të pushuar që të punojë nesër, atëherë me të vërtetë Allahu do ta shpërblejë gjatë gjithë gjumit të tij.